Prapa me këtë këngë, në ndërkohë që jemi rikthyer tani në studio për të vazhduar me bisedën për ditën e sotme, do të flasim pak më tepër për atë se si ndryshon jeta e një gruaje pasi sjell në jetë një fëmijë, si dhe kjo pjesa e tërheqjes nga tregu i punës, por jo vetëm thjesht ndryshimi i rutinës së jetës së një nëne pasi ajo sjell në jetë një fëmijë. Kam shumë kënaqësi sot të kem bashkë me mua në lidhje direkte Aulon Mehmetin, aktiviste dhe një kolege shumë e dashur Emja. Aulon, mirëmëngjesi. Përshëndetje Rita, si e? Mirë, faleminderit, si e zgjuar ti sot? Po mirë, jemi zgjuar 5. Jeni zgjuar 5, e diva mërmendja. Më thuaj pak si e ke djalin, si është rutina e mëngjesit? Djali është shumë mirë, është mas mirë është ai, kuptohet se janë dy persona që kujdesen 24 orë për të. Edhe pas janë të gjyshrit, tezja, agja, domethënë gjithë kujdesen për beben, kuptohet. Edhe e ka vëmendjen e plot. Po. E qartë. Aulon, ka shumë mite sa i përket lindjes së një bebi, jetës së gruas, sidomos kur vendos të bëhet nën. Madje Elif Shafaku ka një libër shumë të bukur për këtë momentin kur gratë vendosin të bëhen nëna për herë të parë. Për ty ka qenë një vendim i planifikuar? Nuk ka qenë i planifikuar, ka qenë pak më i ngutur. Okej. Ka ndodhur pa prit, domethënë me plan e kishim fillonim prova gjenerali kushtimisht vitin tjetër, por ndodhi kështu pak më herët. Ndoshta edhe më mirë se njëri nuk bëhet gati kurrë. Po pastaj me kohën, dashuria, domethënë gjërat që i shet çdo ditë, edhe thu mirë që ndodhi, se ndoshta edhe i kishim shtyr dhe fat. E kuptoj, thonë që njeriu asnjëherë nuk është gati për të sjellë në jetë një fëmijë, kështu plotësisht psiqikisht të thuash që ky është momenti i duhur kur unë duhet. Aulon, si ka shkuar eksperienca? Po filloj ndoshta pak nga shtatzania, sepse është një periudhë kur ndryshon gjithçka, fillon ta mendosh pak më tepër të procesin e lindjes së fëmijës. Për ty si ka qenë si eksperiencë shtatzania? Ka pas sfidat e veta, kuptohet, sidomos ka pjesa e fundit, ki lodhje, domethënë krahësh shfryhesh shumë, me zi me frym, ki probleme të flesh natën, të zgjohesh domethënë me 10 herë gjatë natës, e tjera, antiagëmbëve, mirë po megjithatë nuk krahasohet me pjesën pas lindjes në kuptimin e lodhjes. Edhe një tjetër gjë se të paktën e ke veten dhe trupin tënd në kontroll. Ki një lloj pavarësie, jo një lloj, ki pavarësi. Po. Domethënë, don të shkosh në shitore, çosh në shitore, don të pish një kafe, çosh e pe një kafe. Pavarësisht që je trast, pavarësisht që nuk dokësh mirë, po prap mund dalësh ta bish një kafe. Po në momentin që vjen bebe, domethënë je bllokuar 24 orë. Edhe gjithçka sillet dhe duhet të adaptohet rreth bebit. Erdhi bebi në jetë, si ndryshoi jeta jote? Domethënë parë sa është e bukur, është e ngarkuar, është gjë më e vështirë dhe më e bukur që kam bërë në jetë, mund të them. Jeta ndryshon se nuk ke më pavarësi. Edhe fillimisht vjen pak befasim, do të si përgatit për 9 muaj, në fund prapë është befasuese se si hun komplet pavarësinë. Domethënë nuk mund të shkosh as në tualet. Nuk mund dalësh të pish kafe, ki shumë përgjegjësi, dhe sidomos nëse je nën për herë të parë, gjithçka duket, domethënë shqetësohesh për gjithçka është e re, nuk është se keni manual apo diçka. Kur bebi ka ngërçe ose kur çan ose pse po çan, domethënë janë këto sfidat, edhe pastaj po depresioni pas lindjes është shumë i vërtetë, edhe unë mendoj që flitet shumë pak për këtë pjesë. Definitivisht. Edhe unë mendoj që kam kaluar në një depresion pas lindjes. Cilat janë rrethanat në bazë të cilave ndodh, sepse ne depresionin edhe ankthin edhe panikun e përjetojmë në përditshmërinë tonë për shkak të jetës dinamike. Çfarë është ndryshe në periudhën kur ti lind bebin? Duket se, domethënë jeta, karriera dhe ti po mbetesh shumë pas me gjithçka. Kurse partneri burri për shembull ai shkon në punë, që ka shku gjithmonë, kuptohet, 1 javë, 2 javë mund të rrimë ti, por pastaj ai duhet të shkojë në punë. Edhe ti që se rregullohet, shkon në punë, sigur ka shku gjithmonë, edhe fillon të akumulosh mbledh gradualisht. Pastaj është edhe fakti që duket vetja e gërditshme, kuptohet në fillim
ke aromë të keqe, ke rjedhje në disa anë. Po. Je pa gjumë, dhe pa gjumësia dhe më thonë të bën njëri tjetër, sidomos nëse është pa gjumësi kronike, që të paktën 3 muajt e parë është e tillë. Edhe kuptohet se kjo pastaj të bën nervoze, të bën të shqetësuar, të bën me nerva, të bën jo stabile dhe pastaj fillon gradualisht të rhiq, duket se kërkush s'po të kupton. Edhe vetëm ti po merresh me bebin, duket se domethënë jeta ka përfunduar në një farë forme për ty. E qartë. Ka shumë diskutime, Aulon, të duket sikur pak është romantizuar kjo periudha e pas lindjes ndaj nënave, sepse kam pasur një mike që më thoshte, nuk është e vërtet ajo lidhja me bebin që të thonë që e ndjen gjatë gjithë kohës, kur e merr për herë të parë, është thjesht shumë e romantizuar në publik. Mendon të njëjtën? Definitivisht. Po, definitivisht. Sepse i krijojmë këto pritshmërit ne prej grave në përgjithësi. Më kujtohet një bisedë që kam pas me motrën. Motra ka lindur dikon 5 muaj para meje, është banan për herë të parë, pas 5 muajsh on. Edhe më kujtohet që kemi pas një bisedë që qysh s'na ka tregu askush, domethënë as tezet, as nana, as shoqet që janë banana për herë të parë, realisht para nesh, nuk është se e kanë diskutuar tamam. Domethënë është shumë mirë ta kesh një bebë, kënaqesh, do bësh këtë, do bësh atë, por ndonjëherë pa gjumësinë, ndonjëherë se ki me pas e vështirë është, po aty ka përfunduar gjithçka. Domethënë askush nuk të përgatit dhe nuk e di pak pse. Po, ndoshta prej teje thjesht pritet që të jesh e gatshme për atë periudhë, ose thjesht ndoshta kjo ka qenë pritshmëria me vite me radhë nga gratë që thjesht të lindin, të adaptohen me atë lindjen e fëmijës, edhe thjesht to get along, si i thonë në anglisht, të mësohen me këtë jetë të re. Si është dashuria ndaj vetes, edhe sa e vështirë është të duash veten në këtë periudhë? Është shumë e vështirë, domethënë ke probleme me peshën, të paktën unë kam pas pak problem. Vazhdoj të jem trash, po tani jam në rregull me trashësinë time, le të themi. Po në fillim domethënë ke probleme me imazhin, se nuk jem mësuar. Dhe nuk ke vetja, domethënë varet çfarë lloj lindje ki, ki lindje natyrale apo me prerje cesariane, ki dhimbje, nuk je pavarur për gjithçka, duhet të kërkosh ndihmën e partnerit. Edhe pastaj thjesht nuk e ke idenë se çka po bën. Domethënë apo ja qëllon ajo. Po, nga kush ke marrë më tepër këshilla dhe ide se si duhet ta menaxhosh këtë periudhë? Nga nana, edhe mendoj që secila grupullin ka nevojë patjetër për nanën. Pastaj motra. Po kuptohet nana, sidomos domethënë si me rahatu bebën, kur e kapin gërçet, si me majt përmës, e këto të truqet e vogla. Të ka ndihmuar interneti në këtë drejtim? Po, interneti më ka ndihmuar sidomos për pjesën e ushqimit, kur ka filluar bebi të haj. Madje jam fiksu pak sa i përket ushqimit. E kam pa që poston shumë për këtë pjesë. Po e shijoj shumë, është pjesa që po e shijoj më shumëti. Edhe mendoj se është, jo mendoj, po domethënë është fakt, ka shumë ndikim se si ushqen bebën fillim për shëndetin për gjatë viteve të ardhshme. Domethënë për mua shumë e rëndësishme që të merr sa më pak ilaçe, që me qep, me hudra, me metoda kështu natyrale, alternative, t'ja ngris imunitetin, me ushqim të shëndetshëm, dhe që ketë një gjatë dhe të shëndetshme, kuptohet. Dhe tani përderisa varet nga unë, nga ne, është shumë e rëndësishme që ta bëjmë më të mirën, sepse nuk është fair, nuk është e drejtë. Po desha të kthehem rita te pjesa që the te lidhja me bebin. Unë nuk e kam pas, edhe pastaj me shumë vajza, me shumë shoqe që kam folë, nuk e kanë pas as ato. Domethënë kjo është pjesë me cilën nuk flitet. Më janë dashur 1 muaj që të lidhem me bebin. Po, të mësohesh që është produkti jotin, që pëse mund ta themi në këtë mënyrë. Ti e din që është produkti joti, por nuk të lidh asgjë, domethënë e shikon, as nuk ngjan, as se kupton. Fiks. Je lodhur, keq ka dhënë është gjumi, edhe pastaj ai krejt që ka dhënë është ti, edhe është një mos përputhje interesash. Absolutisht. Aulon, po shkëputja nga tregu i punës në këtë drejtim. Si e ke përjetuar, sepse e di që je shumë ambicioze, që ke punuar vazhdimisht, je investuar në edukimin tënd. Si e ke përjetuar këtë shkëputje nga tregu i punës?
Po, besoj që dhe kjo është pak pjesë që ndikon, domethënë te akumulimi i mllefit, nervozës, padrejtësisë, por nuk është që jam shkput në fakt, pas 2 muajve jam kthyer në punë online nga shtëpia, kurse prej muajit 5 jam kthyer dhe fizikisht në punë. Si e ke përjetuar ti këtë, ka qenë vendimi joti, sepse në fund të ditës edhe në këtë drejtim ka shumë pritshmëri prej grave, jo të qëndrosh 9 muaj 1 vit me bebin, jo të rikthehesh më para në punë, kur kthehesh më para pse je rikthyer më para, si e ke përjetuar ti? Edhe vetë nga ish drejtori im, se tani nuk jam aty në punë, edhe vetë nga ish drejtori, domethënë thoshte s'po të kuptoj pse do të kthehesh kaq herët, pse nuk po e shijon kohën me fëmijën. Po, domethënë e kish, domethënë çasin sikur unë nuk e du fëmin, sikur ai nuk po më kupton që kjo është detyrë e shejt, edhe unë duhet të jem nana përkushtuar edhe pse po kërkoj të kthehem në punë. Domethënë derisa ai tash se unë duhet të kthehem në punë, po është edhe tjetra, kam nevojë edhe për. Kemi një shkëputje? Kemi një shkëputje me Aulonën. Po diskutojmë pak për jetën e nënave pas lindjes së bebit, sepse Aulon më ndëgjon se mu shkëpute për një moment. Po. Okej. Urdhro, vazhdo të lutem. Dhe po presioni është, domethënë, sikur të rinë shtëpi është presioni nga rrethi, domethënë po kujdeset për bebin, nuk mund ta vazhdoj punën e kështu me radhë. Dhe po të kthesh në punë është po kthy shumë herët, nuk po merret me bebin, nuk po ushqen mirë. E gjitha këto tjera. Domethënë është tripse brava, është drypse brava. E kuptoj. Cili do kishte qenë në fakt mesazhi yt për nënat e reja, ato vajzat të cilat po kalojnë ndoshta një shtatzani ose planifikojnë të kalojnë një shtatzani? Kam përshtypjen sikur është krijuar përshtypja që edhe pritshmëria që vajzat të jenë të gatshme për një proces të tillë që kur rriten, që nga lindja, ndërkohë që kanë shumë sfida kur kalojnë në këtë periudhë të jetës. Unë mendoj që është gjëja më e rëndësishme është kuptimi me partnerin. Domethënë duhet diskutohen këto gjëra shumë paraprakisht. Ndarja e detyrave, ta kesh mbështetës tamam. Edhe që të është jo 50-50, po sado që është nevoja, sepse do kesh nevojë. Dhe nëse nuk je me partnerin e duhur, domethënë kjo pjesë bëhet shumë e vështirë. Edhe mendoj që dhe depresionet dhe gjitha tjera pastaj shtohen shumë pishohen. Nëse nuk e ke mbështetjen e duhur në atë kohë. E qartë. Aulon, unë të falenderoj shumë që sot ke qenë pjesë e emisionit të mëngjesit në televizionin Alsat dhe ke ndarë pak nga koha jote, ja kemi marrë bebit pak kohën edhe mamin sot në mëngjes. Falenderit që ishe për të ndarë eksperiencën tënde, sepse mendoj që është shumë e rëndësishme për gjitha nënat e reja që na ndjekin të dëgjojnë me veshët e tyre që nuk është aq fush me lule kjo periudhë, por që edhe ja dilet mban. Faleminderit shumë Rita, është kënaqësi bashkëbisedimi me ty. Shumë kënaqësi edhe për mua, mirupafshim dhe pash një ditë të bukur. Tonë, gjithashtu. Mirupafshim.